Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë nga libri i Daljes, kapitulli 5 deri në 11, është tregimi i të ashtu quajturave shuplakave të Egjiptit ose plagëve të Egjiptit. Leximin e tekstit do ta bëj Lorik Krasniqi nga Prishtina, ndërsa një katekezë mbi këtë tekst do ta ofroj Ermelinda Lame nga Bilishti, famullia e Korçës. Lexim nga libri i Daljes, kapitulli 5, rreshtat 1 deri 5. Pas kësaj ngjarjeje, Mojsiu e Aroni hynë te Faraoni dhe i thanë: Kështu thot Zoti, hyji i Izraelit, lësho popullin tim që të shkoj të më bëj fli në shkretë të tirë. Por ai përgjigji: Kush është ai Zot, që t'ja dëgjoj fjalën e ta lëshoj Izraelin? Unë nuk e pranoj atë Zot, as nuk e lëshoj Izraelin. Por ata i thanë: Hyji i hebrejve na u dëftua. Të lutemi, na lejo të shkojmë 3 ditë udhë larg në shkretë të tirë, që t'i flijojmë Zotit hyjit ton, që të mos na mbyt rastësisht me murtaj ose me shpatë. Por mbreti i Egjiptit u tha: Përse ti, Mojsi, e ti Aron, po doni ta ndani popullin prej punës së vet, kthehuni në punët tuaja. Faraoni edhe shtoi: Tash që ky popull është shumuar aq fort dhe kështu e ka mbushur dheun, çka do të ndodh po që se u jepni edhe pushim? Kur etrit e kishës komentonin kërkesën e Mojsiut që disa herë i bëri Faraonit ta liroj të lirë popullin e Izraelit, për shembull Shën Gregori nga Nisa edhe Origjeni, thoshin se Faraoni simbolizon sundimin e të keqes mbi shpirtin e njeriut. Shpirti i njeriut dëshiron të lirohet nga ajo e keqe që vazhdimisht e shtyp, por e ka të vështirë. Ekziston një mënyrë se si të lirohet, përmes veprës çliruese të Jezu Krishtit, pjesëmarrjes në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Libri i Daljes konsiderohej prej disa prej etërve të kishës si metaforë të çlirimit të shpirtit. Libri i Daljes, kapitulli 5, rreshtat 1 deri në 5, hap fazën e dytë të misionit të Mojsiut. Prej duke se Zotit tek shkurja e ndezur që digjej por nuk konsumohej, që lexuam te kapitulli 3 dhe 4, dhe kthimit të tij në Egjipt, sot lexojmë përballjen e parë të drejtë për drejtë të tij me Faraonin. Teksti këtu është i shkurtër, 5 rreshta, por është shumë i dendur nga ana dramatike e nga ana teologjike. Është një skenë diplomatike e tregimit të Daljes. Mojsiu, si dërguar i Zotit, ndërhyn tek Faraoni për çlirimin e popullit. Të gjitha ndërhyrjet diplomatike të tija besin pa rezultat, sepse Faraoni refuzon çdo propozim. Zoti, thot Shkrimi i Shenjtë, ja kishte ngurtësuar zemrën. Kjo është, si do ta shohim, shkëndija që nxit dërgimin e 10 plagëve të Egjiptit, që janë sot tema kryesore e bisedës tek Lexo Biblën me ne. Rreshti i parë të kapitulli 5 i librit Daljes thot kështu: Pas kësaj ngjarjeje, Mojsiu e Aroni hynë te Faraoni dhe i thanë: Kështu thot Zoti, hyji i Izraelit, lëshoje popullin tim, që të shkoj të më bëj fli në shkretë të tirë. Kështu thot Zoti, ko Amar Adonai në hebraisht, është një formulë që gjendet shpesh tek librat e profetëve. Është në fakt mësim për atë çfarë është profecia
një përcjellje e fjalës së Zotit e bërë për njerëzve të zgjedhur prej tij. Kështu bëjnë edhe Mojsiu dhe Aroni. Janë profetë të veçantë. Ata nuk kanë fjalë të veta, por të Zotit, nuk flasin në emrin e tyre. Mirëpo edhe skena këtu është e veçantë. Zoti mbret i flet mbretit të Egjiptit dhe si ndërmjetës zgjedh një njeri të caktuar, Mojsiun, dhe një tjetër, Aronin, që ta ndihmojë Mojsiun. Në kohët e lashta, sovrant nuk njiheshin personalisht me njëri tjetrin. Ata nuk komunikonin personalisht, por përmes diplomatëve të kohës, që dërgonin për përcjellje të porosive. Kërkesa është e formuluar me kujdes. Lëshoje popullin tim që të shkoj të më bëj flinë në shkret e tir. Fjala hebraike që përmendet këtu është fjala chag, që do të thotë fest. Mojsiu dhe Aroni duan që populli të bëj fest në shkretir. Mirë po fjala chag nënkupton fest pa tjetër festim, por nënkupton një festim të veçantë, festim liturgjik. Ata duan që populli të festoj Pashkët, që kupton të lirohet prej skllavërisë së Egjiptit. Është një mënyrë liturgjike që ata gjejnë për të kërkuar lirimin e popullit. Faraoni u përgjigj: kush është ai Zot që t'ja dëgjoj fjalën e ta lshoj Izraelin? Unë nuk e pranoj atë Zot, as nuk e lshoj Izraelin. Kjo është pyetje e mirë, në fakt. Kjo është pyetja e vërtetë e librit të daljes. Kush është Zoti? Është pyetja që në fakt pretendon me ju përgjigj jo vetëm libri i daljes, por krejt shkrimi i shenjtë. Pyetja e faraonit, kush është Zoti, mi Adonai në hebraisht, nuk është pyetje e sinqertë. Ka në të pak sarkazëm. Kush është ai Zot që më detyron mu? Unë nuk e pranoj Zot. Faraoni nuk e njeh autoritetin e Zotit. Por ai, faraoni, nga ana tjetër, vetë konsiderohej si një perëndi prej egjiptianëve. Edhe vetveten e konsideronte si Zot, një perëndi që ka priardhje nga Perëndia. Një perëndi tjetër, eventualisht, do të përbënte një sfidë hynizimit të tij. Unë nuk e njoh Zotin, thot ai. Kush është Zoti? Por në këtë pyetje ka një përgjigje të fshehur. Në mendjen e tij, Zoti i vërtet ishte ai vetë. Ky refuzim është piknisja e gjithë tregimit të shuplakave të Egjiptit. Çdo plag që vijon do të jetë në një farë mënyre përgjigje hyjnore ndaj pyetjes mi Adonai, kush është Zoti? Një demonstrim progresiv i identitetit dhe i pushtetit të Adonai. Në fakt, tek libri i daljes, kapitulli 7, rreshti 5, Zoti thot kështu: Egjiptianët do ta dinë se unë jam Zoti. Zoti është i fortë dhe aktiv në historinë e njeriut. Tek rreshtat 3-4, Mojsiu dhe Aroni saktësojnë kërkesën. I thonë kështu faraonit: hyji i hebrejve na u deftua, të lutemi, na lejo të shkojmë 3 ditë udhë larg në shkret e tir, që t'i flijojmë Zotit, hyjit ton, që të mos na vrasë rastisht me murtaj ose me shpatë. Nga ana diplomatike ata kërkojnë 3 ditë kohë të lirë prej punës së detyruar. Është koha e negociatave, e marrëveshjes, edhe pyetja e tyre është e kulturuar, diplomatike. E tregojnë arsyen, hyji na u deftua, i luten me përulltësi, të lutemi, i thonë, dhe i tregojnë saktësisht çfarë duan, na lejo të shkojmë 3 ditë udhë larg. Dëshirojnë pra të largohen nga Egjipti dhe në një farë intimitetit të vetin, sipas fjalëve të Mojsiut dhe të Aronit, t'i flijojnë Zotit hyjit të tyre. Mirë po faraoni nuk merr vesh. Ai mendon se kërkesa e Mojsiut dhe Aronit ka si qëllim të bëjë diskriminim në Egjipt. Pse tjerë të punojnë e izraelianët jo, u thot atyre. Bile, u thot, shkoni edhe ju në punë tuaj. Shkoni, bëni edhe ju çfarë ju takon të bëni.
Tek rreshti 5, faraoni shton argumentin e shtimit të popullatës. Thot, tani që ky popull i shumuar aq fort, edhe kështu e ka mbushur dheun, çka do të ndodh po që se u jepni edhe pushim? Kët e tham tek takimi i kaluar, lexo Biblen me ne. Tek Dalja kapitulli 1, rreshtat 7 deri në 12. Shumëzimi i izraelitëve e friksoi Egjiptin. Ky shumim i numrit të izraelitëve shkakton vendimin e faraonit t'i robroj ata, jo t'i liroj. Ai dëshiron të tregoj pushtetin, e ndjen veten Zot. Zoti i Izraelit sipas tij është Zot i dobët, i paaft të ruaj popullin që vetë e kishte thirrur për vete. Nga ana tjetër edhe kishte frikë Izraelin, nuk donte t'ja mundsonte të përparoj. Shumë shpejt do ta kuptoj se e ka shumë gabim. Ai është vetëm një njeri i dobët, faraoni, kurse hyi i Abrahamit, i Izakut dhe Jakobit është Zot i fortë që e ka për zemër popullin e vet. Ai do të shkaktojë në Egjipt diçka që Egjipti nuk e ka përjetuar kurrë, e që faraoni nuk mund ta imagjinonte e nuk mund ta ëndronte as në ëndrrën e vet me të keqe, se çfarë do të ndodhë me te dhe me mbar Egjiptin. Lexim nga libri i Daljes, kapitulli 7, rreshtat 26 deri 29. Zoti i tha prap Mojsiut: hyr te faraoni dhe thuaj: kështu thot Zoti, lëshoje popullin tim të më flijoj. Nëse nuk do ta lejosh të shkoj, ja, unë do ta ndëshkoj tërë dheun tënd me bretkoca. Lumi do të vëlloj prej bretkocave, të cilat do të dalin dhe do të hyjnë në shtëpinë tënde dhe në dhomën e shtratit tënd. Madje për mbi shtratin tënd dhe në shtëpitë e ministrave të tu, në popullin tënd, në furrat e tua dhe në maxhat e tua. Bretkocat do të hyjnë te ti, në popullin tënd dhe te të gjithë shërbëtorët e tu. Tek rreshtat e mesipërm kemi vrejtur se si Zoti e quan popullin populli im. Faraoni e konsideron popullin sklavi im. Zoti bën gjithçka që ta çliroj popullin. Faraoni është ai që do të mundohet në të gjitha mënyrat të ruaj hegemoninë e vet, karshi numrit të izraelitëve, gjithnjë në rritje. Është një pushtet që ai nuk do të mund ta mbajë për një kohë të gjatë, sepse asnjë pushtet nuk mbahet për një kohë të gjatë. Faraoni thot se nuk e njeh Zotin. Shuplakat e Egjiptit do ta mësojnë atë kush është Zoti, por na mësojnë edhe neve që e lexojmë këtë tregim. Zoti është krijuesi dhe shpëtimtari, që ndërhyn drejt për drejt në historinë e njerëzimit dhe e shëlbon. Tek libri i Daljes kapitulli 14, rreshti 18, kur egjiptianët do të mbyten në detin e kuq, përfundimisht do ta dinë se kush është Zoti. Më mirë me të mirë se me të keqe, njeriu duhet ta mësoj se kush është Zoti, sepse herët ose vonë njeriu do ta mësoj se kush është Zoti. Tani futemi në tregimin e plagëve të Egjiptit, ose të shuplakave që shumë herë thuhet në Shqip. Çfarë ndodh këtu? Shuplakat janë 10, të gjitha i dërgon Zoti. Cilat janë? E para është se lumi i Nilit shndrohet në gjak, pastaj është shuplaka e bretkocave, e mushkonjave. Kjo e treta, lidhur me mushkonjat, dikush mendon se mund të jetë fjala edhe për morrat, por do ta shohim më poshtë. Atëherë mizat, pastaj sëmundja dhe cofja e baktive, ulçerat e ndryshme që dalin në lëkur, breshri, karkalecat, errësira dhe e fundit vdekja e të paralindurve. Janë plot 10 plagë, 10 dënime për padëgjesën e faraonit. Tregimi biblik e paraqet serinë e plagëve
si një përballje me hynit e Egjiptit. Bet libri Daljes, kapitulli 12, rreshtet 12, e thot këtë qartë. Atë natë do të kaloj në për dheun e Egjiptit, dhe do të vras çdo të paralindur në dheun e Egjiptit, që nga njeriu e deri në bagti, dhe do t'i ndëshkoj të gjitha hynit e Egjiptit. Unë, Zoti, do t'i ndëshkoj të gjitha hynit e Egjiptit. Elohe Mitzrayim në hebraisht. Gati secila prej këtyre plagëve, pra, sfidon një hyni egjiptiane dhe del fituese kundër hynis egjiptiane. Plagët janë 10. Ky numër tregon zakonisht plotësi. Tregon se Zoti e çon në vend deri në fund punën e kryer. 10 plagët e Egjiptit, për këtë arsye, janë një paralajmërim për Izraelit të mos ndjekin hynit e kombeve tjera tek të cilët jetojnë. Nëse i ndjekin ato hyni, rrezikojnë të psojnë të njëjta dënime si egjiptianët. Do ta shohim në vijim, shpejt do ta harrojnë këtë mësim, shpejt do të ndërtojnë vigjin e artë. Plaga e parë, ose shuplaka e parë, por tani e tutje do ta quajmë plag, është se uji i lumit Nil kthehet në gjak, duke vrarë peshqit dhe duke e bërë ujin të papishëm. Lumi i Nilit, që jep jetë gati mbar Egjiptit, shndrohet në një qelbësirë të madhe. Përtej elementit fizik që s'ka nevojë të komentohet, kemi këtu një element teologjik që duhet ta komentojmë. Nili ishte për Egjiptin hyjni, konsiderohej Zot, hyjni që jep jetën. Prej tij vareshin edhe përmbytjet, e kur ndodhin përmbytjet, sigurohej vaditja e tokave. Gjithashtu, prej Nilit varej edhe prania e ujit të pishëm në Egjipt. Konsiderohej Nili hyjni e bollekut, e pjellorisë, jo vetëm lumi, por edhe burimi i tij konsiderohet i shenjtë. Ruhej prej hyjnis Knum, që ishte një hyjni e rëndësishme, paraqitej si njeri me kokë dashi, ishte hyjni krijuese e jetës e ngjashme me një poçar që bënte gjallësat prej dheut. Hyjnia Knum drejtonte ujin e Nilit nëpër kanalet e ndryshme që ndodheshin afër vet lumit dhe e çonte ujin në tokat e pleshme për t'i vaditur. Duke kthyer Nilin në gjak, Zoti godet dy ndër hyjnit më të shenjta në Egjipt, Nilin dhe Knum. Është një demonstrim i parë dhe i menjëhershëm i forcës së tij. Plaga e dytë është ajo bretkocave. Ato dynden nga Nili, dalin nga ajo qelbësirë e krijuar nga gjaku, futen nëpër toka dhe bëjnë dëm. Zoti nëpërmjet bretkocave sfidon drejt për drejt hyjnin egjiptiane Heket. Ajo paraqitej me një kokë bretkoce, konsiderohej hyjni e pjellorisë dhe e lindjes. Ishte një ndër hyjnit më të nderuara në Egjipt. Disa bretkoca pra dërgohen prej Zotit që të sfidojnë një prej hyjnive më të dashura të egjiptianëve. Imazhi i hyjnisë Heket, hyjnisë egjiptiane, ishte aq i shenjtë sa ishte gati e ndaluar të vriteshin bretkocat në Egjipt. Pra ato gjallësa të vogla dhe të thjeshta që jetonin në lum dhe konsideroheshin të shenjta dhe të dashura praktikisht, të mbrojtura nga një anë, shndrohen në armiqt më të mëdhenj të krejt popullatës së Egjiptit. Patjetër e kuptoj mësimin, cili do zot pagan shndrohet në armik më të madh. Plaga e kthen këtë simbol të mbrojtjes hyjnore në burim të merri, në një qelbësirë absolute. Plaga e tretë është ajo e mushkonjave ose ndoshta e morrave. Fjala hebraishte këtu që përdoret është kinim dhe nuk është krejtësisht e qartë çfarë tregon kjo fjalë.
ndoshta mushkonjat, por ndoshta edhe morrat. Në çdo rast rrjedh nga pluhuri i tokës, afar haaretz në hebraisht. Është plagë që del nga toka. Magjistarët egjiptian nuk mund ta riprodhojnë këtë plagë. Kjo godet hyjnin egjiptiane Geb, që ishte perëndia i tokës. Mushkonjat, ndoshta morrat, e bëjnë jetën mbi tokë të mundimshme, e bëjnë tokën të pajetueshme. Njerëzit që punojnë tokën nuk mund të vazhdojnë punën, sepse janë vazhdimisht të sulmuar nga këto insekte të bezdishme. Plaga e katërt është ajo e mizave, e gjejmë tek libri i Daljes, kapitulli 8, rreshtat 20 deri në 32. Identiteti i saktë i mizave, arov në hebraisht, është i diskutueshëm, ndoshta janë miza, ndoshta brumbuj ose bruça, që në disa gjuhë latine quhen skarabej, ose ndoshta edhe insekte tjera. Zoti nëpërmjet tyre sfidon hyjnin Kepri, perëndin që kishte kokën e brumbullit dhe konsiderohej si hyjni e diellit në ngritje. Hyjni pra e përparimit ishte një nga simbolet më të njohura të fesë të religionit egjiptian. Insekti i shenjtë, ai që siguronte pra në besimin e tyre përparimin e popullit, lindjen, pjellorin e kështu me radhë, bëhet këtu papritmas një vegël vuajtjeje. Këtu shfaqet edhe dallimi i parë gjeografik që gjejmë tek libri i Daljes. Izraelianët ishin të përqendruar në një vend që quhej Goshen. Ky vend ku quhej Goshen u kursye nga prania e këtyre mizave ose e këtyre morrëve. Zoti fillon pra të kujdeset në mënyrë të drejtë për drejtë për popullin e vet, Izraelin. Tani kemi smundjen e 5, që është ajo e baktive. Kafshët e shenjta të Egjiptit, dema, lop, gomar, cofin në numra të mëdhej. Ky është një sulm me bazë të thellë teologjike. Demi Apis ishte një ndër krijesat më të shenjta në Egjipt, i adhuruar si manifestim i hyjnisë Ptah dhe më vonë i hyjnisë Osiris. Hator, perëndesha lop e dashurisë dhe e qiellit, ishte një ndër hyjnit më të dashura të egjiptianëve. Vdekja e kafshëve pra i zhvleftëson në mënyrë të qartë të gjitha këto kulte. Pra e kuptojmë, nëpërmjet këtyre plagëve, Zoti dëshiron të jap një mësim të qartë se Izraeli duhet në të gjitha mënyrat të braktisë të gjitha hyjnit pagane dhe të përcaktohet vetëm për të. Lexim nga libri i Daljes, kapitulli 8, rreshtat 12 deri 15. Zoti i tha Mojsiut: thuaj Aronit, shtrije shkopin tënd dhe bjeri pluhurit të tokës dhe të shndërrohet në mushkonja në mbar dheun e Egjiptit. Bën ashtu. Aroni e shtriu dorën në të cilën kishte shkopin dhe i ra pluhurit të tokës, i cili u shndërrua në mushkonja mbi njerëz dhe mbi bagati. I tër pluhuri i tokës u shndërrua në mushkonja në mbar dheun e Egjiptit. Po ashtu bën edhe shortarët me shortitë e tyre, për t'i përftuar mushkonjat, por nuk qenë në gjendje. Mushkonjat i mësyn qoftë njerëzit, qoftë bagatit. Shortarët i thanë Faraonit: ky është gishti i hyjit. Por zemra e Faraonit u gurua prap dhe nuk i dëgjoi ata, ashtu si kishte thënë Zoti.
Plaga e 6 e Egjiptit është ajo e ulçerave, e puçrave që dalin mbi lëkurë. Mojsiu dhe Aroni marrin bloz nga një furr, marrin pra pak pak pluhur dhe e shpërndajnë drejt qiellit dhe ajo bëhet ulçera mbi njerëz dhe kafshë. Mbi çdo që bie ky pluhur, ajo shtrohet në puçra të shumta dhe të padurueshme. Hynit egjiptiane që cenohen këtu janë, për shembull, hynia Sekmet, që ishte një perëndesh luane, ishte dërguesja e murtajes, por edhe shëruesja e murtajes. Një farë mënyret ishte perëndesha që kujdesej për shëndetin e njerëzve. Gjithashtu, priftrinjt e saj, priftrinjt që i shërbenin kësaj perëndeshe, ishin mjeku Thot dhe Imhotep, ishin perëndi shëruese që kujdeseshin, po e përsërisim, për shëndetin e njerëzve. Kjo plagë që Zoti dërgon tregon se hyji i Izraelit dhe jo këto hyjni kontrollon sëmundjen dhe shërimin e saj. Ai, Zoti i qiellit, krijuesi i gjithësisë, hyji i Abrahamit, Izakut dhe Jakobit, është Zoti që dhuron shëndet njerëzve. Plaga e 7 është plaga e breshrit. E gjejmë tek libri i Daljes, kapitulli 9, rreshtat 13 deri në 35. Një stuhi katastrofike, breshri, bubullimash dhe zjarri godet gjithë Egjiptin, përveç Goshenit ku ndodheshin izraelianët. Qielli, i cili në kozmologjinë egjiptiane i përkiste pikrisht perëndeshës së qiellit, Nutit, dhe perëndisë ajrit, Shun, dhe të lagështisë, Teft, kapet nga hyji i qiellit dhe kthehet në mjet shkatrimi. Interesante është se libri i Daljes thekson se disa egjiptian që kishin frikë nga fjala e Zotit, i sollën shërbëtorët e tyre brenda, një njohje se edhe egjiptian filluan ta njihnin një pushtet të Zotit që ishte më i madh se ai i zotave tjerë. Libri i Daljes thekson se vetë egjiptian filluan, të paktën disa prej tyre, të besojnë në hyjin e Abrahamit, të Isakut e të Jakobit. Plaga e 8 është ajo e karkalecave. E gjejmë tek libri i Daljes, kapitulli 10, rreshtat 1 deri në 20. Karkalecat prishin çdo bim të mbetur pas breshrit. Kjo sfidon, se Zoti sfidon nëpërmjet tyre, hynin egjiptiane Min, që ishte hynia e bujqësisë e korrjes, një nga hynit më të vjetra të Egjiptit, festivalet e të cilit kremtonin frytin e parë të mbjellave. Së fundi kemi shuplakën e errësirës, Fosheh në hebraisht. E gjejmë tek libri i Daljes, kapitulli 10, rreshtat 21 deri në 29. 3 ditë errësirë e mbuluan Egjiptin. Kjo është ndoshta më e mbrehta plagë teologjike nga të gjitha tjerat. E gjithë feja egjiptiane e kishte qendrën të dielli. Ra, Amon Ra, ishte hynia supreme, dielli pra. Udhëtimi i përditshëm i tij nëpër qiell e nëpër botën e të vdekurve ishte tregimi më i vjetër i krejt religionit egjiptian. Ata imagjinonin diellin se shikonte krejt natyrën, gjithçka ku jetonin njerëzit, të gjallët edhe të vdekurit. Të fikësh diellin për 3 ditë do të thotë të tregosh e përsi të plot mbi të gjitha hynit egjiptiane. Ta zhvlerësosh hynin e diellit, hynin Ra, është një veprimtari krejtësisht poshtruese kundrejt hynive egjiptiane. Faraoni edhe vetë konsiderohej
bir i diellit, Amon-Ra, zhvishet nga legitimiteti i tij hynor. Kjo plag e shtron faraonin në një mbret pa asnjë farë dinjiteti, as njerëzor, as mbretëror, se jo hynor. Lexim nga libri i Daljes, kapitulli 19, rreshtat 4 deri 10. Mojsiu atëherë kumtoi: Kështu thot Zoti, rreth mesnate do t'i bie anë mban e Egjiptit. Do të vdes çdo i parlindur në dheun e Egjiptit. Prej të parlindurit të faraonit që rri në frunin e tij, deri tek i parlinduri shërbëtorës që është pranë mokrës, edhe të gjithë të parlindurit e bagëtive. Do të bëhet një gjëm tejet e madhe në dheun e Egjiptit, aq e madhe sa që e tillë nuk qe më parë, as nuk do të ngjajë më vonë. Kurse ndër bijtë e Izraelit nuk do të lejë qen as në njeri, as në bagëti, që ta dini se me çmrekulli të madhe do t'i ndojë Zoti egjiptianët prej izraelitëve. Atëherë do të zbresin tek unë të gjithë këta shërbëtorë të tu, dhe do të përkulen para meje e do të thonë: Dil ti dhe populli që të ndjek. Atëherë unë do të dalë. Mojsiu i zemëruar për së tepërmi doli prej faraonit. Zoti i tha Mojsiut: Faraoni nuk do t'ju dëgjoj për t'u shumuar mrekullitë e mia në dheun e Egjiptit. Mojsiu e Aroni i kishin bërë të gjitha këto mrekulli në sy të faraonit. Por Zoti e guroi zemrën e faraonit dhe nuk i lëshoi bijtë e Izraelit pe dheut të vet. Plaga e 10 e Egjiptit është vdekja e të paralindurve. Kjo është kulminuese, godet çdo nivel të shoqërisë egjiptiane, nga i paralinduri faraonit deri tek i paralinduri i personit më të fundit në Egjipt. Nga ana teologjike, kjo plag tregon shtresa të ndryshme të mësimit. Faraoni besohej se ishte biri hynor i diellit, Amon-Ra, i linduri i parë në Egjipt prej të gjitha hynive, pra dielli, prej diellit vinin të gjitha tjerat. Vdekja e djalit të tij të paralindur është një mohim i dyfisht i statusit hynor të tij. Engjëlli, shkatruesi, shkhit në hebraisht, kalon midis të gjithë mbrojtësve hynor dhe asnjë hyni egjiptiane nuk është në gjendje t'i mbrojtë të paralindurit e Egjiptit, as të faraonit e as të ndonjë egjiptiani tjetër. Gjaku i qengjit të bashkëve që vendoset mbi shtyllat e dyerve të izraelitëve shënon një kufi që ky engjëll e respekton. Një farë diskriminimi të Zotit, mund të themi, në mënyrë pozitive. Zoti vendos që të ruaj bijtë e paralindur të izraelitëve dhe të që të vdesin, bëheni që të vdesin fëmijët të paralindurit e egjiptianëve, sepse egjiptianët ishin ata që po shtypnin popullin e Zotit. Çfarë mund të themi si përfundim? Plagët e Egjiptit ndjekin një përshkallëzim të dukshëm nga fenomenet natyrore, prej të cilëve fillon gjaku pra i bretkocave e insekteve, në përsmundje dhe katastrofa atmosferike, deri te errësira dhe vdekja e të paralindurve. Kjo formon një farë çmontimi sistematik i besimit fetar egjiptian. Kjo strukturë e plagëve të Egjiptit lëviz gjithashtu nga periferia e kosmosit, uji, toka e tjera, drejt qendjes qendrore të kosmosit, dielli, jeta e kështu me radhë. Autorët patristik, për shembull Origjeni e tjerë, i lexuan plagët e Egjiptit si një polemik
të qëllimshme kundër hynive specifike egjiptiane. Këtë lexim, studimet moderne e kanë konfirmuar. Në kapitujt 15 të librit të Daljes, shkrimi i shenjtë na flet për takimin e Mojsiut me faraonin. Ky takim vjen menjëherë pas fjalëve që hyi kishte dërguar Mojsiut. Pasi u takua me Aronin, Mojsiu bashkoi të gjithë pleqt e bijve të Izraelit, duke u dëftuar shenjat që hyi kishte dhënë. Dhe populli i Izraelit besoi se hyi kishte parë vuajtjet e tyre dhe adhuruan atë. Mojsiu dhe Aroni, dy dëshmi të gjalla dhe shpallës të fjalës së hyjit, takojnë faraonin, duke i kërkuar atij të linte të lirë popullin e Izraelit, që të mund t'i bënte fli hyjit. Ata janë dy ndjekës që i besojnë plotësisht fjalës së dhënë nga hyi. Faraoni, edhe pse dëgjoi fjalët e hyjit të dërguara nëpërmjet Mojsiut, nuk pati dëshirë t'i dëgjojë dhe t'i besojë. Ai nuk dëshiroi të njohë hyin dhe nuk dëshiroi të kryejë vullnetin e tij. Kokëfortësia, mbivlerësimi vetes, mendjemadhësia, kulti i individit e penguan atë të shohë të vërtetën në sy. Faraoni kërkoi të tregojë pushtetin e tij mbi popullin e Izraelit, duke i shtuar punën dhe duke i treguar se ai është pronar i tyre dhe mund të bënte me ta çfarë ai dëshironte. Ai bëri të kundërtën e asaj që hyi i kërkoi, duke mbingarkuar me punë, lodhje dhe frushkullime popullin e Izraelit. Faraoni arrin të mërzit popullin që t'i kundërvijen Mojsiut dhe Aronit, duke i konsideruar ata shkaktar të vuajtjeve më të mëdha që po përjetonin. Por hyi nuk zhduk me njëherë dobësitë e njeriut, por bën diçka më të madhe. Ai hyn pikërisht në kufijtë të tanë dhe i shndëron. Dhe pasi Mojsiu flet përsëri me hyin, sheh se ai nuk e braktis popullin e vet dhe tregon fuqinë e ekzistencës së tij. Dyshimit të Mojsiut se pse nuk e çliroi popullin, hyi i përgjigjet duke i dëshmuar edhe një herë se ai është hyi i Abrahamit, Izakut e Jakobit. Hyi nuk haron popullin e tij. Ai kujtohet gjithmonë për beslidhjen e berë dhe do ta shpëtojë popullin e tij nga shtypja e egjiptianëve, duke i ndëshkuar rënd shkaktarët e vuajtjeve të tyre. Hyi nuk haron premtimet e bera. Ai i realizon ato. Edhe ato gjëra që na duken të pamundura, për hyin janë të mundura. Nuk ka asgjë të pamundur për të. Edhe pse Mojsiu nuk po dëgjoi nga populli i Izraelit, pasi u mërzit për shkak të punëve të rënda që i ngarkoi faraoni, edhe pse Mojsiu nuk ishte i aftë të binte me fjalë faraonin, hyi aty tregon praninë e tij. Hyi i premton Mojsiut shpëtimin e popullit të vet nga skllavëria në Egjipt. Hyi i jep Mojsiut pushtet hyjnor. Mojsiu dhe Aroni kryejnë dhe zbatojnë tërësisht atë që hyi i kërkon të bëjnë. Hyi i dëfton faraonit fuqinë e tij nëpërmjet shndërimit të shkopit në gjarpër. Por faraoni nuk bindet. Ai provokon fuqinë e hyjit duke krahasuar atë me fuqinë dhe magjitë njerëzore. Faraoni urdhëron dietarët dhe magjistarët të bëjnë të njëjtë mrekulli, por edhe pse magjitë njerëzore ishin më të shumta në numër, shkopi i Mojsiut kishte fuqi më të madhe, duke i përpirë të gjithë shkopinjtë e tjerë. Edhe pse shenja ishte e dukshme, zemra e faraonit mbeti e ngurtësuar. Nuk dëshiroi të shohë fuqinë e hyjit të Izraelit. Hyi vendos të shtoj shenjat e tij. Këto shenja
njihen si plagët e Egjiptit. Shenja e parë, uji shndërrohet në gjak. Të gjitha burimet u kthyen në gjak. Faraoni kërkon të ulë aftësitë e hyjit. Ai krahason këtë fuqi të mbinatyrshme me fuqinë e njerëzve, magjistarëve të tij. Ai as e qa u ndo pak kokën, hyri në shtëpinë e vet dhe zemra e tij nuk u trazua. Shenja e dytë, bretkosat. Gjithë dheu u mbush me bretkosa. Edhe vendet e paprekura nga jetesa e bretkosave du të kthehen në vendbanim të tyre. Mendoni, bretkosa që banojnë në shtratin e faraonit, në shtëpitë e magjistarëve, brenda magjeve të tyre. Faraoni i kërkoi Mojsiut t'i lutej hyjit që t'i heq bretkosat prej tij dhe popullit të Egjiptit. Dhe ai do të linte popullin e Izraelit të bënte fli hyjit. Por zemra e tij mbeti përsëri e ngurtësuar. Shenja e tretë, mushkonjat. Aroni goditi me shkop pluhurin e dheut dhe ai u zhndërua në mushkonja. Shorterët e faraonit, nëse të dy shenjat e para arrin t'i kthejnë, të njëjtat shenja pjesërisht, pas shenjës së tretë e më pas dorëzohen duke pranuar se janë të gjitha të pamundura për ta. Shenja e katërt, mizat. Mizat mbuluan gjithë dheun e Egjiptit, por jo popullin e Izraelit. Shenja e pestë, ngordhja e bagtive. Gjëja e gjallë e popullit të faraonit ngordhi, por asnjë berë nuk u prek nga gjëja e gjallë e popullit të Izraelit. Shenja e gjashtë, qibanët. Mojsiu mori hi dhe e çoi në ajër, dhe qibanët u përhapën ndër popullin e Egjiptit. Shenja e shtatë, breshëri dhe zjarri. Mojsiu çoi shkopin drejt qiellit dhe breshëri binte me rufe. Kush nga shërbëtorët e faraonit besoi fjalët e hyjit, futi bagtit brenda dhe i shpëtoi. Ata që nuk e qanë kokën, humbën bagtit e tyre. Shenja e tetë, karkalecat. Karkalecat mbuluan tokën e Egjiptit dhe çdo pjesë e tokës duke i zezë prej tyre. Gjithçka që i kishte mbjetuar breshërit dhe zjarrit, karkalecat e shfarosën. Shenja e nëntë, errësira. Errësira ra për 3 ditë rresht mbi gjithë Egjiptin. Ku ishin bijtë e Izraelit, kishte dritë. Shenja e 10, vdekja e të paralindurve. Shenja e fundit që hyi bën me faraonin është vdekja e të paralindurve. Pas kësaj shenje, faraoni nuk pranon të takojë me Mojsiu. Për çdo takim që Mojsiu bënte me faraonin, përsëriste fjalët e thëna nga hyi. Kështu thot Zoti. Faraoni duhet ta kuptonte se kërkesa nuk vinte nga Mojsiu, por nga hyi. Hyi na dërgon gjithmonë shenja nëpërmjet të cilave ne të arrijmë të zbulojmë vullnetin e tij. Simboli i shkopit, dorëzuar Mojsiut, është simboli i fuqisë që hyi i kishte dhënë atij. Për çdo shenjë, shkopi ishte simbol i fillimit dhe zbatimit të fjalës së hyjit. Shkopi është jo vetëm simbol fuqie, por edhe tregues se cili është bariu i mirë që kujdeset për grigjën e vet. Për çdo shenjë, hyi përcaktonte kohën, kur shenja fillonte dhe kur mbaronte. Zoti i jep pushtet njeriut, por njeriu duhet ta mirë përdor. Tregimi i takimit të Mojsiut me faraonin nuk është diçka që i përket vetëm të shkuarës. Ne atë jetojmë në jetën tonë të përditshme. Sa herë harrohemi pas punëve, vështirësive të jetës dhe largohemi nga besimi që kemi për hyin? Sa herë kërkojmë që ai të na dëftehet dukshëm, duke na plotësuar çdo kërkesë që ne kemi, edhe pse jemi të dobët e në vështirësi,
Hyi është gjithmonë pranë nesh. Sa herë vëmë në mëdyshje besimin në Zot, sa herë nuk kuptojmë shenjat që ai na dërgon, sa herë Zoti na flet dhe ne nuk i përgjigjemi, veshët ta ndëgjojnë, por zemrat tona mbeten të ngurtësuara. Sa herë na lind pyetja, pse ndodhi kjo gjë? Por ajo çka duhet të pyesim është, çfarë mund të bëjë Zoti me këtë situatë? Besimi ynë duhet të ngjasoj besimit të verbrit, që i pa shoqëruar nga askush, shkoi në anën tjetër të qytetit për të larë sytë e tij nga balta, që Jezusi i kishte vendosur. I vetmi shoqërues për të ishte hyi. Secili prej nesh e di se në takimin me hyin, jeta e tij ndryshon. E vetmja gjë që mund t'i kërkojmë Zotit është të mund të shohim jetën tonë me sytë e Zotit, të zbulojmë se edhe në varfërinë tonë ka një dashuri të madhe që na mban. Dhe ndoshta edhe ne një ditë do të mund të themi me thjeshtësi: më parë ndihesha i vogël dhe vetë. Tani e di se dikush më do dhe besimi në Zot ndriçon jetën time. Ti lutemi Zotit të na japë një zemër mishi dhe ta lëmë dritën e Zotit të prekë plagët dhe dobësitë tona. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitujt 12 deri në 15, është tregimi i kalimit të detit të Kuq. Lexojeni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë. Ne shfrytëzojmë rastin t'ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, t'ju urojmë një javë të madhe të bekuar të gjithëve dhe si gjithmonë ju urojmë bekimin e Zotit.